veçanërisht një angazhim në protesta masive, e vërteta është që analizën do ta po thuj se do ta zbehte shumë, edhe nuk do të zbehet. Pyetja e dytë. Zoti Berisha, besoj jeni i njohur me lajmin që në Bashkinë e Kamzës tashmë bileta e Urbanit do të jetë 500 lekë, nga 400 në 500 lekë të vjetra. Dhe për këtë vendim në Këshillin Bashkiak, përveç Partisë Socialiste, pra anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, kanë votuar edhe Këshilli Bashkiak i Partisë Demokratike. Si e komentoni ju, zoti Berisha? E ndëgjova këtë lajm dhe kam kërkuar drejtuesve të partisë të shqyrtojnë me seriozitetin më të madh këtë çështje. Po shqyrtohet dhe pa diskutim që partia do të dalë me vendimin e vet. Nuk ka. Pra është i paralajmërim për këshilltarët bashkiak, sepse është bërë publike që ata kanë votuar pra nuk pro. Nuk mohoj fare, është ashtu, por tani para se të vi këtu, unë mora, si të thuash, njoftimet e para, se çfarë si po veprohet tek po veprohet, por ne do qëndrojmë. Ne qëndrojmë vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Dhe ky është qëndrimi i prerë i Partisë Demokratike. Do shqyrtohet çdo gjë, çdo vendim që është marrë. Dhe pyetja e tretë, zoti Berisha, a keni marrë ju tashmë një njoftim për të paraqitur në SPAK për çështjen e 21 janarit dhe a do të shkoni? Tani, a do të shkoj unë, mos ta shtroj kur njëri pyetjen. Unë çdo njoftim që më thirrëm nga gjykatat dhe prokuroria e vendit, unë kam shkuar dhe do shkoj, e kam ligjun këtë. Ligj. Por Osman, shikoni se çfarë keq përdorimi ekstrem nga Altin Troplini i institucionit që ai drejton. Shikoni çfarë keq përdorimi ekstrem. Me datën 3, unë isha në përputhje me ligjin në zyrat e skapit. Gazetarët ishin tek dera. Unë hyra dhe dola dhe ata nuk thanë asnjë fjalë. Gjëja më normale, po të kishin një njoftim, ata mund të ma jepin mua direkt, mund t'ja jepin avokatit tim, por nuk bëzojtë. Shikoni çfarë t'i thuash atij. Epitetet nuk mjaftojnë. Epitetet e Shqipës janë të pakta. Dhe unë kur vi këtu, apo nga dreka, shoh që ja u kish dhënë gazetarëve që i keq përdor dokumentin. Dhe që këtë thjesht, Berisha ka marrë të thirrje, Berisha s'kishte marrë asnjë thirrje. E bënte këtë ai për të krijuar një lajm në mënyrë që të mbuloj lajmin e 97 milion euro të Rams dhe Belinda Ballukut. Një kjo prit, është shumë interesante. Dhe tani ç'a ndodh? Prit. E kemi dërguar në PD. Këtu në PD, pas një jave, pas ka ardhur një zarf, Partisë Demokratike. Zarfi që vjen Partisë Demokratike nuk vjen për Sali Berishën. Dhe ajo ka kthyer. Kujt është? Kujt i adresohet? I duhej lajmi, nuk i duhej problemi. I duhej lajmi, i duhej të krijonte lajm, sepse dirigjohet nga zyra e Rams. Në një propagandë të ulët, të shpifur. Prit. Tani kaloi një javë, thot javën e dytë përsërita. Por, u dërgua këtu, u dërgua tek Niko Peleshi, u dërgua këte andaj, asnjë njoftim. Dhe vetëm dje, kur shkoj unë aty, ata zotërinë më thoni, ka dhe këte njoftim. Po shumë mirë. Po sigurisht, po si të mos e mirë, ja.
Ka këtë njoftim, shumë dakord. Pra përdori, çfarë sa të ult janë, sa i ult është ai. Përdori një akt ligjor të ligjshëm, se që i fare të paligjshëm, për të bërë 2 javë propagandë në shërbim të qeverisë. Ja u dha gazetarëve para se të ma japin mua. Dhe unë duhet ta mësoja nga mediat, po pse? Pse duhet ta mësoja nga mediat unë, kur unë kisha qenë aty? Të gjitha njoftimet, dhe janë jo të pakta, vinë direkt në derën time. To kasin, si rregull ka njerëz aty. Në shtëpi del merr njoftimin, firmosin. Por këto nuk i duhej kjo, nuk i interesonte kjo.